Nga muaji prill e deri më sot, në urgjencën pranë QKMF-s në Gjakov janë paraqitur gjithsej 16 raste të pickimit nga rriçrat. Sipas të dhënave, 9 nga rastet janë meshkuj, ndërsa 7 femra. Lajmin e ka bërë të ditur drejtori i QKMF-s në Gjakov, Dr. Arben Koshi, i cili ka theksuar se rastet janë evidentuar gjatë javëve të fundit me rritjen e temperaturave dhe qëndrim më të shpesh të qytetarëve në ambiente të hapura dhe zona me barishte. Ai ka apeluar tek qytetarët që të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes në natyrë, veçanërisht në zona malore dhe fushore, duke përdorur veshje mbrojtëse dhe duke kontrolluar trupin pas çdo qëndrimi në ambient ku mund të ketë rriçra. Nga QKMF-ja bëjnë të ditur se në rast pickimi, qytetarët duhet të kërkojnë ndihmë mjekësore për trajtim dhe kontroll të menjëhershëm, me qëllim të parandalimit të komplikimeve të mundshme shëndetësore.